Fenomenin e shtëpisë më të famshme në Shqipëri tani më e dim të gjithë se kush është. Po bëhet fjala për Gjestin, që tani publiku ka 6 muaj që e njeh nga afër 24 orë. Së fundmi, disa nga banorët e fshatit ku Gjesti është rritur janë shprehur me fjalat më të bukura për këngëtarin, duke treguar edhe për vështirësitë e tij të shumta. Sipas banorëve të fshatit të Gjestit, ai që në fëmijëri kishte punuar për të ndihmuar familjes së tij dhe puna e parë që kishte bërë ishte ajo që ka pastruar vetura. Kujtojmë se këngëtari shumë herë ka treguar se synimi i tij është që gjithmonë t'i ndihmojë familjes, duke ditur se çfarë ka kaluar në moshë fare të re. Nga ana tjetër, në rrjet po qarkullojnë fotot në vitin e largët 2012, ku Gjesti ishte në moshën e fëmijërisë. Fotot që po qarkullojnë i kanë bërë përshtypje shumë fansave, ku që në atë kohë ai ishte një djalë shumë fotogjenik dhe i lindur për ekran. Na duhet t'ju kujtojmë se Gjesti është shumë pranë finales të shtëpisë më të famshme në Shqipëri dhe ai është favorit për të fituar këtë garë. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.